talenti nuk është diçka që mësohet në shkollë. Do me thonë, e vetëm atë gjë që ndryshon gjatë jetës edhe gjatë rrugtimit tonë si njeri edhe si artist, është shija. Njeri lind me një sasi caktuar të talentit. Nuk mundesh me lind me një sasi që ka që talentit edhe masani me kohë me u bo maj talentum. Ajo talenti nuk është diçka që mësohet në shkollë. Do me thonë, e vetëm atë gjë që ndryshon gjatë jetës edhe gjatë rrugtimit tonë si njeri edhe si artist, është shija. Shija është diçka që na evoluon gjithkohës, na ndryshon, na bëhet më e mirë, ndoshta ndonjëherë edhe degradon, varësisht edhe prej vendit ku je, varësisht prej njerëzve me të cilët shoqënohesh edhe rrethohesh. Sidoqoftë, unë mendoj që talenti duhet mu shtrydh, sepse ti mundesh, talenti është si një pastë e dhomëve, një kalladont, të cilën mund ta kesh në dorë, po se shtype, ajo nuk del. Edhe talenti për me shkrujt është i tillë që duhesh me bind veten që duhesh me shkrujt diçka. Nuk mundesh me najt edhe ajo mu shkru vetë.